Assalamu alaikum hoxh, a prishet agjerime nëse vazhdimi i leximit të Kuranit të çon deri tek e vjella, Allahu të shpërbleft me të mira. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndodh që disa njerëz zakonisht kur kanë probleme me sihr ose kanë probleme me exhin, kur lexohet Kurani ose kur ata vet lexojnë Kur'an, e qënë me vidhë. Kur e qënë me vidhë, a prishet agjerime apo nuk prishet? Kjo është një çështje. Dhe gjendja këtij personi është gjendje e nevojës së veçantë. Për shkak se ky ka problem. Dhe për shkak të problemit që e ka, duhet me lexu Kur'an. Pas leximit të Kuranit, si reagim për leximit, e qënë me vidhë. Por edhe në përgjithësi, nëse vidh njeriu gjatë agjerimit, edhe pa lexim, por për shkak se ka pas probleme diçka me ushqim, ose ka pas probleme diçka me lukth, ose ka pas probleme diçka me në ndonjë helmimi, e vidhura, a prish agjerimin apo nuk e prish? Disa dietarë kanë thonë e vidhura pa qëllim nuk e prish agjerimin, kurse e vidhura me qëllim e prish agjerimin. Disa të tjerë, dhe kjo është mendimi më i saktë, është se agjerimin nuk e prish kur fare për shkak të vidhurave. As nëse vidh me qëllim, as nëse vidh pa qëllim, as nëse vidh për shkak të leximit, që ka pas problem me gjin, ose me sihr, as nëse vidh për shkak të problemet që ka pas me ndonjë helmim ose me lukth ose me tjera. Dhe argumenti për këtë është fjala e Ibn Abbasit, Allah subhanahu wa taala e pas më shëru dhe qoftë i kënaqur me të. Ibn Abbasi në shpjegimin e çështjes së të vidhurit me agjerim ka thonë agjerimin e prish shkon të poshtë, jo shka vjen pi poshtë të naltë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme me kuptu. Agjerimin e prish shka mormi, nuk e prish shka japme. Agjerimin e prish nëse ham, nuk e prish nëse nxjerrmi atë që kemi hangër. Agjerimin e prish çka pim, nuk e prish ajo që e nxjerrmi që e kemi pi. Dhe kjo është e sakta në kuptimin e librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse kjo është e sakta? Për shkak se në hadithin e saktë, në hadithin kudsi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e transmeton prej Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala kur ka fol për agjeruesit ka thonë, agjeruesit e kanë lënë për hatër tëm ushqimin, pijen dhe kontaktet të tyre me familjet e tyre. Do që të trija prishin agjerimin. Tjetër gjë, përveç këtyre trijave, nuk e prish agjerimin. Ai që ka vinë, a ushqy? S'ushqy. A ka pi? Nuk ka pi. A ka pas kontakt? S'ka pas. Tri çështje të cilat e prishin agjerimin janë ngrënia e ushqimit, pija e pijeve dhe kontaktet intime. Ai që ka vill nuk bën pjesë të asnjëna prej tyre. Por një çështje për të cilën kanë tërheq vërejtën dietarët është kur e vidhura del pej goje, pastaj kthehet përsëri. Në këtë rast që ka prish agjerimin. E vidhura që vjen deri në gojë, edhe s'ka dalë pej goje, kthehet te mbrapa, përsëri se prish agjerimin. Edhe ardha e hunve, edhe ngreja te mbrapa, gjithashtu nuk e prish agjerimin. E prish agjerimin nëse del, pastaj ngatrohet.
Sa nëse del diçka gjatë villurave dhe ngatrohet, qoftë me dorë ose me diçka dhe kthehet masi që ka dalë prej goje, jo derisa ka qenë në gojë, për shkak se ndodh ka një herë. Njerëz me probleme shëndetësore gjatë të goksuarit ngrehet edhe ushqim. Pastaj ushqimi ose metet mes fytit edhe njeriu në shpejtësi edhe nuk është i aftë me pru vendimin a do me qit jashtë a kthehet të mrapa dhe nëse kthehet mrapa nuk e prish agjërimin. Do thënë gjithçka që metet mrena gojës edhe hundës, nëse kthehet që u kthye një herë nuk e prish agjërimin. Gjithçka që del e nuk kthehet nuk e prish agjërimin. Dhe qoftë që ka ndodhur vjedhja për shkak të problemeve me rukjen, ose ka ndodhur vjedhja për shkak të problemeve shëndetësore, ose thjesht ka hangër shumë dhe s'ka mujt me përballu ka vill me qëllim, villa nuk e prish agjërimin. Wallahu a'lam wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.